Ngjarja e rëndë që tronditi shtëpinë e Big Brother Kosova vazhdon të ketë jehon të fortë jo vetëm brenda mureve të shtëpisë, por edhe jashtë saj, në opinionin publik dhe tek familjarët e përfshirë drejt për drejt. Pas incidentit ku Limi goditi Klodin me grushte, reagimet nuk kanë munguar, por më të fortat dhe më të drejt për drejtat kanë ardhur nga familjarët e Klodit, të cilët kanë dalë hapur duke kërkuar largimin e menjëhershëm të Limit nga Big Brother. Sipas tyre, ajo që ndodhi nuk është më pjesë e një loje, as e një debati televiziv apo e një konflikti verbal të zakonshëm. Ata e konsiderojnë aktin e Limit si një dhunë të pastër fizike, të papranueshme dhe të pajustifikueshme në çdo rrethan, aq më tepër në një format televiziv që ndiqet nga mijëra shikues, përfshirë të rinj dhe fëmijë. Familjarët shprehen se pamjet e transmetuara janë tronditëse dhe se askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunë ndaj një tjetri, pavarësisht provokimeve apo tensioneve të krijuara në lojë. Në reagimet e tyre, ata theksojnë se Klodi ka hyrë në Big Brother me qëllimin për të garuar ndershëm, për të shprehur mendimet e tij dhe për të qenë pjesë e një eksperience sociale, jo për të bërë viktimë goditjeve fizike. Ata shprehin shqetësim të madh për gjendjen emocionale dhe psikologjike të tij, duke theksuar se një situatë e tillë lë pasoja të rënda, sidomos kur ndodh përpara kamerave dhe në presionin e vazhdueshëm të izolimin. Familjarët e Klodit janë drejtuar drejt për drejt produksionit të Big Brother Kosova, duke kërkuar që rasti të trajtohet me seriozitet maksimal. Sipas tyre, largimi i Limit nga loja nuk është një hakmarrje, por një masë e domosdoshme për të ruajtur rregullat, sigurinë e banorëve dhe besueshmërinë e formatit. Ata theksojnë se tolerimi i dhunës krijon një precedent të rrezikshëm dhe dërgon një mesazh të gabuar në shoqëri. Ngjarja ka ndezur edhe një debat të gjerë publik. Në rrjetet sociale, shumë shikues janë rreshtuar në krah të familjarëve të Klodit duke kërkuar rëmasa të menjëhershme dhe duke e quajtur incidentin një shkelje të rëndë të rregullave të lojës. Komente të shumta theksojnë se Big Brother mund të tolerojë debate, strategji dhe përplasje verbale, por jo dhunë fizike. Për ta, kufiri është kaluar dhe nuk ka më vend për diskutim. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që përpiqen të analizojnë situatën në një këndvështrim më të gjerë, duke përmendur presionin psikologjik, izolimin dhe provokimet e vazhdueshme brenda shtëpisë. Megjithatë, edhe këta zëra pranojnë se, pavarësisht çdo rrethane, goditja me grusht nuk justifikohet dhe se përgjegjësia personale duhet të mbetet mbi gjithçka. Familjarët e Klodit shprehen se nuk janë të interesuar për dramë apo përfitim mediatik, por për drejtësi dhe siguri. Ata theksojnë se reagimi i tyre vjen nga dhimbja dhe shqetësimi për një njeri të afërt, që po përballet me një situatë të vështirë dhe të padrejtë. Sipas tyre, Klodi nuk duhet të ndihet i pasigurt brenda një formati që supozohet të jetë i kontrolluar.